qelë sot. Dogmas. Përshëndetje, mirë se vini në vlogmas dita numër 5. 5. Sot më ka zgjuar Klajdi shumë herët, ora 7 pa ca e mëngjesit, sepse burim ka të shkoj në aeroport, ikën në Sicili sot, edhe po bënte gati valizën njërin tjetrën, u çova ta takoj e thash, okay, e di çfarë, tani u çove që u çove s'ka kuptim të rishtrihesh të flesh. What is this? Why? Njeri ikën printri, tani iku edhe Klajdi, edhe psikologjia ime. Nuk ndihmoni dhe koha, kjo është problemi. Nuk favorizon fare, është shi. Kërëndësirë gjallë duket natë. Mirëmëngjes u thash. Uroj të keni juve të paktën një ditë mbarë. Si fillim do heq mbulesat e këtyre jashtagëve që t'i fus t'i laj, edhe pastaj do marr në telefon doktoreshën tonë të familjes, duke qenë që i mora ilaçet që më dha në rregull. Ilaçet që më dha ishin Brufen dhe Okitask, që ato janë për dhimbje, janë qetësuesa, por nuk e se kam bërë ndonjë punë të madhe të nervishjatik. Una vazhdoj e ndjej, kështu që duhet bërë diçka ndryshe me sa kuptoj, dhe shpresoj të më ngrej telefonin, edhe jo të duhet ta kërkoj një 3 ditë rresht siç bëj gjithmonë. Plus dua ty të bëj dëshpërimisht një dush, se nuk po duroj dot veten, prandaj po vazhdoj për i kështu në këtë lloj gjendje. Dhe me shumë mundësi duhet të marr brenda të shtëpia të varsen e rrobave që kam, se këtu nuk besoj që do arrin të thajnë ndonjëherë me ftohtin e lagështin që ekziston. Me sa duket, do duhet ta kërkoj për disa ditë këta doktoresh. Këtu ndërkohë po thajnë atletet e burit tim dhe dua të pyes diçka. Janë larë në të njëjtën mënyrë, identike. Këto, po ta shikoni këtë pjesën këtu, është e bardhë, ndal shumë mirë, perfekte për bukurit zot. Këto janë zverdhur. Nuk e di po u zverdhën tani apo tani pa shumë që janë zverdhur. Mundet të më sqaroj dikush pse ndodh kjo? Po kam bërë diçka unë gabim, apo është vetë kpuca, apo materiali me të cilin është prodhuar? Është thuajse njëjti model e njëjta markë. Nuk arrit të kuptoj ku është gabimi. Taran! Vesha këtë bluzën, por e pash pastaj që është shtëpis. Mbas e vesha, tani nuk e heq. Do e vesh sot edhe pastaj me kismet e ndrojmë nesër. Se e laresh, thjesht nuk ka ikur ajo që kishte. Të bëjmë tani pak skincare. Sot faktikisht po prej të vikja të marrë divanin. Nuk e di po do vinë, se nuk më kanë marrë telefon. Kur ma sollën divanin, më morën në telefon një ditë para, edhe më marrën në telefon gjysmore para sa të arrin. Te emaili sot që në datën 2 do vinë. E kur fola në telefon, më thanë që në datën 2 do. Tani do më marrën telefon. Jam basi transportator të tjera ata që ta sjellën, edhe transportator të tjera ata që e marrën, edhe kanë mënyra të tjera i t'i bëri gjërat, nuk e di. Po për ata arsye por edhe mbyllur në shtëpi, se faktikisht do kisha të shkoj te posta, 1, të dërgoj një pako, 2, të shkoj të printoj disa letra që më duhen, edhe 3 të heq vetullat. Por duke qenë që nuk e di, po do vinë, e kur do vinë, duhet të jenë në shtëpi të pres. Se mbas ata nuk më gjejnë, pastaj thënë, "Ne vajtëm, nuk e gjetëm, le të na paguaj 2 herë të shkojmë tani." Po di unë çfarë i thot truri atyre. Plus në palestër po shkojva normalisht. Po shikoni që nuk po shkojt se doktoresha, kur vajta i bëra vizitën, më thaj që nuk duhet të stërvitem. Fare, zero, sepse mund ta bllokoj më keq atë nervin sciatik. Më the vetë një gjë që duhet bëj është hecje ose stretching. Nuk e keni idenë sa më ka marrë malli të shkoj në palestër të stërvitem, sepse më bën shumë mirë edhe në humorin tim, gjë që kam nevojë të periudhë festive, ose më mirë të periudhë festive, që jam shumë në shtëpi vetë. Kam nevojë të dal të stërvitem, të komunikoj me ndonjë njeri, Por jo, nuk mundem të bëj as atë tani. Po provoj ta rimarr. E dini çfarë kam shumë kohë që nuk po gatuaj? Grur. Ma tha truri sot të bëjmë të haj grur. Kështu që atë do bëjmë, do filloj me edamamet. Kam vënë edhe një panxhar të zjej. E kisha haruar që ekzistonte si ushqim. U kujtova and I was like kam sipas jush probleme psikologjike. Gjithmonë shpresoj për një avokado të mirë. Të lutem, më gëzo të paktën ti sot. Do mund të shkonte më mirë, por e vërteta është që do mund të shkonte edhe më keq. Prandaj nuk do grindem edhe do vazhdoj me ditën time. This looks yummy. Yummy. Vura këtu në vazo edhe ato që bleva, ato të vërteta. Por ishin shumë e sa duket se më në 2 vazo edhe ka ngelur e të tjera. Erdhën që të marrën divanin, por divani është akoma këtu. Herën e parë që mora të pyeste IKEA për si funksionojnë kthimet e njëra e tjetra, gocë e parë më tha që duhet ta smontosh divan. Po atëherën akoma nuk isha folur me Klajdi, nuk e kisha vendosur po do e kthej divanin apo jo. Mbas 2 orëve që mora prapë në telefon e fola i thash që dua ta praktik, më vendosa që do e kthej divanin. Më dha të gjithë informacionet edhe i them, duhet të jetë i smontuar divani? E më thot jo. Vazhdon muhabeti, pyes edhe një herë të dytë. Jemi të sigurt që nuk duhet të jetë i smontuar divani, se mbase nuk sqaroj unë mirë, se nuk flas mirë italisht.
Më tha, jo, divanin do le si qesh. Pastaj ja kalova Klajdi telefonin e i thash, pyeti pak po duhet shmontuar divanin, se thash mbase nuk po kuptoj una mirë. Edhe i thaj dhe Klajdi për herë të tretë në telefon që divani nuk ka nevojë të smontohet, duhet ta lesh të montuar si qesh, e marrën ashtu. Vinë tani këta të transportatorit, që transportin ti e paguan veç, që do vinë të ta marrën. Përndryshe e çon ti divanin. Po ne nuk kemi fugon që ta bëjmë këtë gjë, në makinë nuk nxek, kështu që na duhet transportatori. 64 euro e kam paguar transportin. Vjen i thot, po divani është i montuar. I thash, po. E më tha, nuk mund ta marr të montuar. I thash, po në telefon më thanë që ju i merrni të montuara. E më tha, po e bëjmë këtë gjë shumë herë, por ne nuk i marrim gjërat e montuara. E tani duhet marr prapë në telefon këta të Ikeas. Që të marr një tjetër apuntament që të vinë ta marrën, nga java tjetër me kismet që kur të kthehet Klajdi ta shmontoj. E pastaj të rivin. Il 9 dicembre è tutto pieno. Mercoledì 10 e spostova për javën tjetër. Shpresoj t'ia dal Klajdi ta shmontoj. Më thanë që duhet jetë edhe mbuluar me diçka. Nuk e di me çfarë të mbuloj, nuk e di si do ja bëj, por duhet bërë sepse tani është porositur divani tjetër. Nuk ka rrugë me kthimi te kjo gjë. E nxora Milon një xhiro, se deri tani po prisja ata nuk mund të dilja nga shtëpia. Edhe ishte mërzitur këtu, edhe tani do shkoj shpejt edhe në supermarket pak. Duhet të marr pak me shpulet se po më hajt faktikisht. E të sjell edhe makinën këtu, sepse nuk e kisha parkuar jashtë shtëpisë, t'ja lej vendin bosh atyre. Kujdes çelësat e shtëpisë. Në çantë i kam futur. E shifemi sa të kthej. Tani që bëra edhe këtë, do shkoj të rregulloj flokët. Nuk e di si nuk më vjen turp dal jashtë kështu. Unë e di, nuk më vjen sepse nuk të shef njeri, kaq. Kjo fjongoja shepër e bukur, e adhuroj. E më duke që më kishte bërë dhurat Albiona vjet, ishte te basket, që më bëri Albiona vjet të dhurat për krishtlindje e vit të ri. Mbase dua të pi edhe një kafe tani. Një budallallëk do e hashe, mos shkosh palestër e të hash budallalliqe. Nëse po nuk më ngriti telefonin ajo doktoresha, do shkoj atje direkt, se po më lodh shumë. Snak për veten ton, por snak edhe për qenkën ton. Deri në kaq që ndryshoj, që mos mërzitet gjithmonë me të njëjtën. Buk, mora pak djath për tost, se kam ca mortadela edhe kur përtoj në darkë, sidomos që do editoj të bëj ato. Mora pul, mora domate, që në përgjithësi domatet e supermarketit ma shpifën jetën. Kastravec, i shikoni spezat e mia kur jam vetëm, një kastravec. Qumësh për kafen ton, avokado, kaçe pepe, edhe përsëri ushqime kanaqet e lushës. That's all. Do kemi gjithmonë në background diçka të varur, siç qartazi mund të vjetë 3 mbrapa meje. Këtë javë që vjen është Hena Fest, data 8 në përgjithësi në Itali është fest. Edhe Klajdi do ketë 3 ditë pushim nga puna, edhe nuk e di po do bëjmë diçka. E vërtetë është që desha të prenontoj një weekend, po pastaj pam bileta mos iknim diku për krishtlindje, por gjithsesi akoma asgjë nuk kemi prenontuar sepse si u thash kemi qenë rumuj, edhe kemi harxuar edhe shumë lekë këto kohë, sepse unë dje pagova edhe taksa. Po, jo taksat, pagova 20% të taksave të vitit që vjen. Edhe pse unë nuk kam rrogën e vitit që vjen, taksat një 20% që në Itali duhet ta paguash. Kështu që më ikën dek aty. Dhe nuk e di po është diçka mençur nga ana ime ta harxoj edhe të tjera. Tani po, ka pak më shumë lezet njeriu. Go all the way. Ky është Christmas moodi që do ketë ky vlog, masi unë që ju bëj karaoke. Kjo po na thot që Angela duhet të fillosh recetën me melomakaronat për si vjet e ke vonuar, sepse këto të blerat nuk kanë ngelur shumë akoma. Dhe tani sapo u bërën minus 1. Si përfundim mua më pëlqen në përgjithësi kanella. Prandaj edhe melomakaronat më pëlqejnë nga shumë edhe ato cinnamon rolls, se të gjitha këto kanë edhe përbashkë kanellën. Më kanë arritur edhe pakot të tjera nga Shein për shtëpinë, prap kështu me Christmas mood edhe vibes. Prandaj po ulem këti hapën bashkë, t'ja u bëj juve holin me që nuk e ka mamin me motrën. Kjo është një mbulesë tavoline. E kam marrë për këtë periudhën tani. Është edhe minimal, po ka edhe atë ngjyrën që kërkojnë tani këto festat. Do vazhdoj me këtë që nuk jam shumë e sigurt, po do më pëlqej apo jo. Është si tip, le ta themi fundi, që t'ja vesh pemës tënde të krishtlindjeve nga poshtë dhe të mbulosh atë pjesën jo estetik që ka. Më duket që është pak si tepër e madhe. Kjo është për lushin. I kisha marrë një xhup. Edhe kjo ishte masta extra large. Sigurt nuk do i bëj. Më duket që do lusha 5 extra large. Mban erë të mirë, qeri do jetë. This is so pretty! Dhe bashkoj bashkë me ato qerit e tjerë që kam të bardhë, po desh edhe një të kuqe. Kjo është peshqirë, këtu poshtë ka këto reindeers. Po, budallalliqet që vleu. Kjo gjëja këtu nuk ka fare lidhje me Christmas, është që t'ja vesh shqiponjës, që të mbaj degët e shqiponjës që ajo përhapet pak si tepër kështu.
Kjo është viti i tretë në radhë që po e ble. Kësaj radhe kam zgjedhur këtë ngjyrën kafe. Edhe është një kalendar. E mbaj aty te skrivania. Më volit shumë që të shkruaj gjërat që kam të bëj brenda ditës edhe ta shikoj duke qenë që ka të gjithë muajin. Kjo është nga blerjet e mia më të mira që bëj çdo vit. Më ndihmon të jem një njeri pak më i organizuar. Pemka. Atëherë, kjo është pemë kështu. Edhe ti tani e hap kështu, e ngjit këtu. Edhe është një dekorim tepër i bukur sipas meje. Ka 3 brenda, në 3 madhësi të ndryshme e 3 ngjyra të ndryshme. Shumë e bukur. Ulala! Mora një gotë për të pirë kafen time, edhe tani po kaloj këtë fazën time me teddy bears. Janë meçi tani. Çfarë ka këtu? Është një nga këto shtëpit prej Qelçi. Ka brenda bateri thoni do ndizet. Edhe e vjen këtë diku për dekoracion. Më duket që këto blerit janë më të bukura se të parat që u tregova. Po, kontenitor. Por janë Qelçi me kapak prej druri, edhe janë edhe shumë estetik. Më duket ka marrë 2. Po, njëra është me madhe, tjetra është pak më e shkurtër. Ka marrë kështu lule falco, por tani kam vënë te vazot ato të vërteta që bleva kështu që po i le këtu brenda sepse do lëshojnë 3 kg xixa me sa po shoh. Dhe fundit është këtu brenda. Është një tjetër kontenitor, po kësaj radhe ka marrë për roba. Nuk e di sa e madhe do jetë, se kjo kutia më duket e madhe. Nuk është shumë e bukur kjo. Ka edhe këtë pjesën këtu që ta mbash. Shoh tani ku do e ve, që s'kam vend në këtë shtëpi as për veten time. Me kaq raqe se e kam mbushur plot këtu brenda. Vazhdoj e ble, e marr, e këndean. Gjithsesi, po ju pëlqej ndonjë nga produktet, do ju kem lënë poshtë description box. Kam edhe këtë që edhe këtu te skrivania, te studio, sepse dua të kem pak Christmas mood, sidomos kur editoj. Ta ve edhe këtë pemën disi kështu që të duket Christmasi, apo mbase të ve 2 pemka. Ore, si e kam bërë sistemin kësaj që ngjitet kështu direkt vetë? Se kuptoj. Janë egzagerim thoni 2. Kjo është me taktil për të varur. Ta varur na këtë tani. Me dritën e ditës do duket më bukur, po ja si duken pemkat edhe girlanda mbrapa. Tani nuk shkon kjo pema fallse bananes këtu, po nejse. Kush është më i fortë këtu? Mi ti bën ti luftë psikologjike atë. Bera për darë pull me patate. Mendova ta bëj me oriz, por pulën me patate e fus të dyja bashkë në air fryer edhe bëj me enë, le të themi pis. Ndërsa po duhet bëj edhe oriz, do duhet bëja më tepër enë. Pis e thash, e di çfarë, I don't care, me patate pra. Më pëlqen shumë pulën ta shoqëroj me këtë salcën. Është nga Heinz, shkruan burger sipër. Nuk jam shumë e sigurt se çfarë ka brenda kjo si salcë, çfarë konsiston, por është perfekte për pulën, të paktën për gustot e shijet e mia. Erdhi ora për advent kalendarin ton. Është e madhe pesa. So let me see what we get. La la. Kam parë pak a shumë çfarë ka brenda, po kam hedhur në sy shumë general. Këtë për shembull, nuk e prisja fare. Është një contour brush. Është nga Luvia Cosmetics, nuk e njoh si markë, t'ju them të vërtetën. Shumë e butë është. Që ka janë shumë nice. Tani kjo para se të përdori duhet larg. Çdo gjë që blejmë para se ta përdorim duhet ta lajm. Rroba, çarçafe, peshira, make-up brushi, sepse edhe këto në fytyrë i vem. Jam plot me çimet e qenit tim. Dhe diku këtu unë them t'ju le dhe ne të shifemi si gjithë dhjetorin. Nesër! Mua!